të dashur shqiptar, gjatë regjistrimit të filmit për emrin Vark, Lambos, që është në shqip Lembe, unë zbuloj një tekst të gjetur në jug të Francës me një mosh 600 vjeçare para erës sonë, që i përket kolonisë në Marseille, Masala. Dhe ky tekst bën fjalë për Lemben Ilire, dhe në këtë tekst nuk përdoren format e trajtës së shquar. Kjo mënyrë e të foluri gjendet vetëm në Iliad, quhet dialekti epik, sepse gjendet vetëm në 2 poema, Iliada dhe Odisea, dhe nuk është gjetur kurrë në tekst, në gjuhën e folur. Mendoj të ishte gjuhë artificiale, e krijuar në Aleksandri, për poemat e Homerit. Prandaj, zonja Eleni Kocaqi thot që gjuha greke është gjuhë artificiale, gjuhë teknike, do me thënë që fjalët greke përdoren nga popull jo grek, dhe që poemat e Homerit janë gjuhë artificiale, jo të folura nga njeriu. Dhe kur unë gjej pllakën në Marseille për Lembin Ilire, që nuk i përdor format e trajtës së shquar, nuk ka aty asnjë lloj forme të trajtës së shquar, atëherë unë u çmenda nga gëzimi. Gjuha ilire e gjetur në pllaka të ndryshme në Iliri, në Dalmaci, ka emra ilir që nuk e përdorin trajtën e shquar, si gjuha e Homerit, po ashtu edhe në tekstet mesape, në Itali nuk përdoret forma e trajtës së shquar, si në gjuhën e Homerit. Gjuha mesape, gjuha ilire dhe gjuha e Marsejës janë të dialektit ionik, nuk përdorin formën e trajtës së shquar. Shikoni për një moment që ta kuptoni rëndësinë e këtij zbulimi. Në fjalorët e latinishtes kjo quhet Illyrian Lembus ose Lembe Ilire, por në origjinal është Lembos, dhe kështu është edhe në Marseille, dhe është me të njëjtën origjinë si fjala helene Elafos, do të thotë vark e lehtë. B-ja e zëshme e ilirishtes i përgjigjet p-s së aspiruar helene, ph, që u kthe në f. Elafos, e lehtë. Kjo ishte vark e vogël, vark e piratëve ilir. Ka hyrë në gjuhën latine nëpërmjet ilirishtes, madje është bërë Lambos, është edhe toponim në Italinë e Veriut. Dhe tani, në të gjitha dialektet helene, kjo shqiptoheshte ho Lembos. Kjo hoja është pjesë e trajtës së shquar për emrat mashkullor. Në ilirisht kjo mungon, është vetëm Lembos. Nga njëherë shfaqet dhe nga njëherë nuk shfaqet kjo ho në dialektin ionik, në azin e vogël, ndërsa në dialektin epik ose gjuha e përdorur nga Homeri, kjo mungon komplet si në ilirisht. Pra nuk është fare ho Lembos, është vetëm Lembos. Kjo ju ka shpëtuar të gjithëve. Askush nuk e mendonte deri më sot që ekziston gjuha e Homerit si gjuhë e folur. Mendonin që ishte gjuhë artificiale e krijuar në Aleksandri. E njëjta gjë ndodh me emrin Dalmat. Nga fjala dalma, dele, në dialektin dorik, unë kam gjetur në pllakat në Iliri emrin Dalmatos, emër mashkullor, emri Dalmates, emër femëror i dialektit atik, dhe emri Dalmatas, emër femëror dialekti dorik, edhe jonik. Por, në të gjitha këto dialekte, përdoret varianti i Homerit pa formën e trajtës së shquar. Vetëm në ilirisht del Dalmatos, Dalmates dhe Dalmatas, pa format e mashkullores ho Dalmatos,
he dalmates dhe ha dalmatas. Këto janë format e trajtës së shquar që mungojnë në ilirisht. Pra ilirishtja është një lloj si gjuha e Homerit, por gjuha e Homerit nuk është zbuluar kurrë si gjuhë e folur. Pra ilirët flisnin gjuhën e Ilionit, flisnin homerisht. Dhe vetë fjala Homer do thot peng nga Ilioni. Homerët ishin poet nga Ilioni, quheshin Homeroi ose pengjet, sklever të grekërve. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, emri i Dalmatit do shqiptoheshte kështu: mashkullore Dalmatos, gjinore Dalmatou, dhanore Dalmatoi, kallëzore Dalmaton, thirrore Dalmate. Dhe ky është për emrat mashkullor. Femërore, grua Dalmate do shqiptoheshte kështu në gjuhën ilire: emërore Dalmates, gjinore Dalmatou, dhanore Dalmatei, kallëzore Dalmaten dhe thirrore Dalmata. Është e rëndësishme sepse kjo formë është gjetur tek gjuha mesape. Ky variant. Në variantin dorikt, emri i gruas Dalmate do të ishte emërore Dalmatas, gjinore Dalmata ose Dalmatao, dhanore Dalmata ose Dalmatai, kallëzore Dalmatan dhe thirrore Dalmata. Këto janë të gjitha format që kam gjetur unë në pllakat e shkruara me gjuhën ilire pa format e trajtës së shquar, ho mashkullore, he femërore atike dhe ha femërore dorike. Të dashur shqiptar, Dalmatos është sharje, do thot ai i deles. Emër mbiemëror në greqisht. Dalmates do thot ajo e deles, mjelsja, dhe Dalmatas është varianti dorik, gruaja që merret me dele. E pabesueshme. Kjo është ilirishtja. I vetmi ndryshim me greqishten është që mungon ho Dalmatos, hoja. Mungon he Dalmates, heja. Mungon ha Dalmatas, haja. Pjesa e trajtës së shquar nuk ekziston në ilirisht. Ky fenomen quhet fenomeni i gjuhës së Homerit. Nuk është gjetur asnjëherë si gjuhë, është vetëm në poemën e Iliadës dhe në poemën e Odiseas. Mendimi im sot është ky: qytetërimi hitit është shkatruar nga perandoria asiriane, sepse ekzistojnë dokumentat në perandorinë asiriane që shpjegojnë se si ata e pushtuan të gjithë Azinë e vogël dhe i përzën helenët jonik që flisin dialektin e ilirishtes drejt gadishullit ilirik. Këto fise iliro-helene vendosen në Panoni, Maqedoni dhe Ilirinë e Veriut. Kjo është gjuha ilire. Është gjuhë greke, identike, vetëm se kur lakohen emrat, kur përdoren emrat, përdoren pa formën e trajtës së shquar, për emrat mashkullor dhe femëror. Ky është dialekti jonik. Kjo është ilirishtja, por është si dy pika ujë e ngjashme me greqishten e Atikës dhe greqishten e Spartës. Thjesht nuk përdor format e trajtës së shquar. Këta janë ilirët, janë banorët e Ilionit, të përzën nga asirianët. Rreth shekullit të 12 para erës sonë, vendosen ata në Iliri. Krijojnë qytetet ilire, jonikët. Gjuha shqipe ka këto elemente. Në gjuhën mesape, brindos është koka e drerit dhe përkëndej vjen fjala shqipe brini.
Pra pashtesa Helene Os e emrave mashkullor është bërë I në gjuhën shqipe. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Ky zbulim është I papërsëritshëm. Gjyshërit tanë kanë shkruar Iliadën. Ju falenderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.